Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, është kënaqësi e pashoq që të gjesh këtu në mes të Shteteve të Bashkuara, këtu në Michigan dhe pikërisht në Michigan dhe në qytetin e Westlandës, produktet shqiptare, produkte të cilat na vinë me aromën e vendlindjes. Është Bledi i cili ka hapur dyqanin e tij me produkte shqiptare si askush tjetër Euromarket. Këtu ka produkte nga gjithë Shqipëria, që vinë që nga ulliri, vaj i ullirit, djathrat, kafeja, produkte të tilla si fasulet të tjera, ëmbëlsira të ndryshme të produkteve shqiptare që importohen nga ky dyqan. Sot me Bledin ne do të ndalim pikërisht te produktet që ai ka sjellë dhe synimin që ka për dyqanin e tij Euromarket. Bledi, mirë se erdhët në ekranin tonë, përshëndetje, mirë se erdha dhe unë në dyqanin tuaj, kam kënaqësi të jem në një dyqan me produkte shumicën shqiptare, nuk e gjen asnjë kund tjetër në Michigan. Cilat janë produktet dhe si nisi udha e këtij dyqani? Në radhë parë faleminderit që më se ardhin për suportin që jepni biznesit tonë. Dëshira është e hershme, sepse unë kam punuar në Shqipëri 21 vjet me prodhimet e Bulmetit, në qytetin e Vlorës kanë qenë, me fjalë, kemi qenë lider në një farë mënyre. Kjo ishte dëshira e babait tim, nuk jeton më. Ky market nuk përbëhet vetëm nga Bledi, përbëhet nga shumë persona, me fjalë që nga ekipi, nga punëtorët, nga kolegu tim, nga familja ime, nga familja e kolegu tim. Gjithçka, me fjalë, ne kemi hapur me dëshirën që të jetë jo vetëm biznes, po të jetë tradit për familjet tona, për fëmijët tanë, për brezat që ne lëmë mbrapa. A mund t'i thoni emrin tuaj dhe të kolegut tuaj? Po, Bledar Loshi dhe Stilian Jazja. Jemi më fjalë dy ortak, ke krijuar këtë ide. Jo, këtë ide dhe këtë dyqan që vjen erë Shqipëria në kuptimin më të mirë të fjalës, që nga produktet, që nga djathrat, që nga edhe klientët, klientët na dëgjojnë edhe kthehen drejt nesh, sepse është një dyqan që hap mundësi për të gjithë të tjerët dhe për ne të gjithë që të kemi shijet e Shqipërisë. Ju më thatë që importoni nga Shqipëria me frigorifer, me kontenier, produkte shqiptare që prodhohen në vendin tonë. Mund në i paraqisni ata produkte gjatë kësaj interviste? Po, më se vërtet. Mund të tanisim me vajin e ullirit. Urtho. Që është ky paketim, është 100% vaj ulliri, certifikuar nga FDA, certifikuar nga organet përkatëse, dhe kjo është një prodhim i Halb Global. Sepse dhe Euromarket është pjesë e Halb Global, që synon që të jetë në treg në këtu në Michigan me cilësinë, me koreksi, me shërbim, me gjithçka pranë familjeve shqiptare. Pra një extra virgin, vaj ulliri i Mirfield organik që vjen drejt për drejt nga Shqipëria edhe nga trevat e Mallakasës. Shquhen për vlerat që ka originalet produkteve, okay. 100% organik. Përveç këtij vaj, unë shoh këtu vaj dërmiu. Po, se synimi jonë është që ne të përshtatim të tëra trevave shqiptare, të tërë klientëve. Kemi vaj dërmiu, kemi një pjesë që është vaj grek, sesi, kemi vaj berati, borshi, vaj berati, e kemi të tëra. Mundohemi që të përshtatim në çdo tavolinë, në çdo komunitet, nga çdo qytet i Shqipërisë. Gjithmonë me cilësi, Ju madje më thatë që edhe keni edhe krip prej jonit apo prej Adriatikut? Nga tëra krapike. Mund të shikoni, janë me fjalë, mundohemi që në trezat tona të jenë produkt shqiptar. Importimi i mallarve ushqimore si vaj është më i lehtë nga rruga e importimit. Megjithatë, unë shoh këtu djathrat, edhe djathrat është disi më e vështirë importimi pasi do duhet të ruhen në kontenier frigoriferik.
Kë janë produkte mishit të salamit, që janë me shijen shqiptare. Kemi salamin turist, kemi salqicet e viçit, kemi sunxhu Kosove, kemi pastërma që vinë nga trevat e Korçës, që shquhen. Kemi bulmet, kemi me fjalë që është djathi që ne importojmë, është djath dhije i Këlsyrës, kualitet shumë i lartë, me fjalë tradicionale shqiptare. Edhe po shoh djath Gjirofarme, kemi erzeni, kemi gjiz erzeni, kemi nga Boboshtica, kemi nga Libova, kemi nga Saranda. Butrindi shoh këtu? Po, Butrindi, Boboshtica, kemi djathin erzeni, që edhe erzeni është lider në tregun shqiptar. Kemi kaçkavall. Po kaçkavallet nga cila zonë janë? Zona e Përmetit. Zona e Përmetit. Këlsyra. Këlsyra. Kemi dhe nga ana e Shkodrës, kemi dhe nga Gjirofarma. Pra, unë shoh që ti ke mbledh të mirën e më të mirës të shijes shqiptare në këtë mes. Kjo vjen saj dëshirës që kemi për traditën shqiptare, edhe saj eksperiencës që unë kam krijuar 20 vjet në Shqipëri. Po, ka saj shoh dhe produkte tjera. Kemi ujin e glinës, është tradicionale për tavolina shqiptare. Kemi terapiet me ivit, me komplet. Bravo, çdo gjë vjen me fjalën çash ofrohet në tregu shqiptar, ne i ofrojmë në tregtu në Amerikë, në Westland, dhe është gjë mjaft pozitive. Atë aromën e gjellës gjyshes nuk duhet të harrojmë, dhe ajo na e sjell këtë. Ajo është dëshira, që të lëmë një pasuri brezave traditën, kulturën shqiptare. E kështu këtu arancata, limonata, ivi çdo pije tashmë. Kemi ullin që vjen nga zonat e Beratit. Ja, ulli Berati nga Vanoz, thoshin një kur. Kemi ulli Kalinjot, që vjen nga Mallakasa, që është cilësi maksimale. Kemi pasaj prodhimet e Brumit. Më tregojnë produktet e Brumit? Kemi me petkat tradicionale shqiptare. Kemi Rosnicën. Janë të tëra pasaj makaronat, jufkat. Kemi tranan, kjo është tradicionale për familjet tona. Të tëra sheqerat, orizi, që vjen nga fabriket të hutës Durrës, që është lider në tregun shqiptar. Cilësia është maksimale. Maksimale. Kjo na intereson cilësia, natyrisht bashkë me cilësinë vinë edhe të tjerat, sepse ju thatë që produktet tuaja janë miratuar nga FDA, përveç kësaj janë certifikuar. Edhe nga shteti shqiptar. Edhe nga shteti shqiptar edhe këtu. Ju më thatë ndër të tjera që analizat i bëhen sa në Shqipëri ku keni degën tuaj të përfaqësimit, aq edhe këtu, edhe
punonjësit e qytetit Westlandës e miratuan hapjen e këtij dyqani, keni një muaj e sa, më thatë që keni siguruar dhe mundësi për EBT, për personat të cilët kanë karta që marrin ndihmë për shtesat caktuar, Komunitetit Shqiptar, për t'ju shërbyer më së miri të gjithëve aty. Më pëlqeu kur diskutuam paraprakisht fakti që thatë që ky dyqan të mos shërbej thjesht si dyqan shitje, po si qendër komuniteti, si qendër bashkëlidhje midis gjithë shqiptarëve. Ne i yshtim, i nxisim të gjithë biznesmenët shqiptar, si puna juaj që kanë pasur tradita në Shqipëri, që edhe në këtë biznes, në biznesin e ushqimoreve, të kemi mundësi të sjellim vlerat tona, të gjejmë klientët tanë, të kemi të gjithë shqiptarët në zonat ku përqendrohen të vinë në këto zona. Ju uroj punë të mbarë, duket organizimi i punës, pastërtia, që është një nga gjërat kryesore të një biznesi ushqimor, duket që sa hyn, duket edhe për kujdesi i punonjësve tuaj që janë gjithë shqiptare, që edhe një pjesë e prodhimeve të ëmbëlsirave do t'i shohim janë prodhime të cilat janë prodhuar në shtëpi, homemade. Nga duart e nënës. Nga duart e nënës. Pra nga duart e nënës mund t'ishte emri tjetër poshtë i dyqanit, ose i dyqanit tjetër, ta uroj këtë, por na duhet tash Euromarket sa ta kuptojnë amerikanët, që këtu ka gjëra cilësore që vinë nga një vend i vogël si Shqipëria, po që ka një traditë të lashtë në sidomos të produkteve me origjinë mesetare, siç është ulliri, vaj ullirit apo djatrat e bardhë dhe kaçkavat. Ajo që ka është interesante, është se Bledi ka menduar edhe për një detaj tjetër që mos më kishte vajtur në mend. Duhem që fëmijët shqiptarë të edukohen me shijen shqiptare. Dhe ka gjë më të mirë se sa ti sjellësh atyre edhe produkte të cilët janë karakteristik të ëmbëlsirave shqiptare. U shoh këtu kurabie. Janë kurabiet, janë mortot Belino që vinë nga trojet shqiptare, janë qibukët, çokollatat e ndryshme, biskotat e ndryshme. Çdo gjë është, mendoj se kjo është plotson një nevojë të përgjithshme të familjeve shqiptare. Ne kemi këtu ëmbëlsira të traditës shqiptare që një zonjë nderuar i prodhon dhe vinë e shiten këtu me mëndzjer mallin e ushqimeve dhe ëmbëlsirave të Shqipërisë, vetëm ti shoh që nga baklavaja deri tek ushqimet e shëndetlie, deri tek mafishet, se s'po i gjeja emrin që parë. Trileçet edhe ajo është. Kemi revanin, kemi pasta tradicionale shqiptare, kemi kek, janë byreqet, janë pak më, që mos harrojmë traditën e gjyshave dhe nënave tona. Edhe tradita shqiptare është mirë që trashëgohet nga brezat e rinj. Pikërisht këtu kam një djalosh të ri student universitar, i cili veç asaj menaxhon edhe punën këtu. Si e ke emri? Dario po studion për informatik, po se ku e gjen informatikën këtu, e di, por natyrisht ndihmon veten, ndihmon familjen, ndihmon edhe komunitetin shqiptar. Si ndihesh që punon në një ambient me shqiptar, se pash që po i flisje edhe disa vajzave në Shqip aty? Do të thosha që është një kënaqësi shumë e madhe pasi kur emigron në një shtet të huaj, ndjem prapë atë ndjesinë të qenit si në shtëpi, një ndjesi që nuk mund ta replikosh dot në asnjë vend tjetër, edhe gjithashtu është edhe një kënaqësi që të flasësh me bashkëdhetar. Jemi një familje. Më vjen mirë sepse koincidon me atë idenë tuaj të qenë pjesë e komunitetit. E pra, të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, është një kënaqësi e veçantë që na sjell mallin e vendlindjes, erat, aromat e ushqimeve shqiptare këtu në Euromarket,
në Westland, në këtë dyqan të ri i cili dita ditës po zgjerohet me klientelën shqiptare, ka rreth 100 klient shqiptar që vinë në këtë dyqan të veçantë sepse gjejnë traditën familjare, gjejnë aromat e gatimeve të gjyshës, gjejnë edhe kujtesën e ëmbëlsirave të fëminist, gjenë vajin e ullirit, ullinjt dhe produktet të cilat janë bio shqiptare që si gjeni në vend tjetër, gjenë djathrat të cilët na sjellin atë aromë të baxhove shqiptare këtu në mes të Amerikës. Faleminderit për këtë punë, pronarit të këtij marketi për punën dhe guximin dhe hapin e hedhur në drejtimin e duhur për të na sjell produktet shqiptare në tavolinat tona edhe këtu në emigracion. Dashur teleshikues, po ndajemi këtu, ju falenderoj për punën e mirë. Faleminderit që na erdhët, kisha një kërkesë për komunitetin shqiptar, të vinë të na suportojnë, të na sugjerojnë, se këtu nuk jemi vetëm një biznes, jemi një familje, duam që këtu të jemi, të qajmë hallet tona, të shkëmbejmë eksperiencat tona, mbi të gjitha të jemi të bashkuar. Ju falenderit dhe e pres me padurim suportin tuaj. Falenderit.